Civil Media. Të nderuar, ministrat të nderuar, ambasador zoti Gerberi, përfaqësues të nderuar të OSBE-s, të nderuar deputet në kuvend, të nderuar përfaqësues të partive politike dhe të organizatave qytetare në institucione akademike, të nderuar organizator të konferencës, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrinj. Më paraqitet kënaqësi të veçantë të drejtohem në hapjen e konferencës së përkushtuar për reforma zgjedhore në organizim të civil. Veçanërisht më vjen mirë që sot të gjithë jemi mbledhur së bashku përfaqësues të institucioneve shtetërore të pushtetit lokal, të partive lokale, politike, organizatave qytetare dhe publikut të akademive që të diskutojmë për një çështje zakonisht e rëndësishme siç është zhvillimi demokratik i një shteti dhe zgjedhjet e leja dhe fair demokratike nuk janë kushte vetëm që një sistem politik të karakterizohet si demokratik. Demokracia është shumë më tepër nga zgjedhjet. Demokracia thelbësore përkundër asaj, deklarative dhe formale në kupton ekzistim të sistemit dhe hapësirës për artikulim të qëndrimeve të ndryshme politike, mbrojtje të opozitës politike dhe pakicave, kulturë politike të maturisë dhe kompromisit, por para së gjithashtu sundimi të drejtës dhe mbrojtja efikase të drejtave dhe lirive të njerëzit. Pa premisat e numëruara dhe ato të përmbledhura, nuk ka demokraci thelbësore, së paku jo në kuptimin bashkëkohor dhe modern të kësaj ide politike. Përse prapë edhe pse zgjedhjet nuk janë kushti vetëm për funksionimin e një demokracie, është e qartë se pas zgjedhjet fair dhe të lira demokratike kjo nuk është e mundur. Ato janë kushti pa të cilin nuk mundet fillimi i saj dhe legjitimimi përfundimtar dhe kritik. Përvoja jonë në 3 dekadat e fundit të zgjedhjeve plurale është ndryshe. Kemi pasur zgjedhje në vitet e 90 dhe në fillimet e vetë pluralizmit politik që nga publiku i vendit dhe ndërkombëtar ishin vlerësuar si shumë më mirë të organizuara dhe të zbatuara në krahasim me zgjedhjet dekada apo një dekadë më pas. Pjesë e publikut vlerësues së zgjedhjeve të para dhe të dyta me modelin e tyre zgjedhor kanë mundësuar më tepër hapësirë për garë më kompetitive partijake dhe politike, ndërkaq që këshilltarët dhe kryetarët e komunave kanë qenë më të përgjithshëm dhe më të përkushtuar në punën e tyre në krahasim me efektet e modelit aktual zgjedhor. Kritikët e modelit aktual zgjedhor theksojnë se efektet të njëjtat janë në centralizimin dhe zgmaduar të partive politike, hapësira e vogël për vendimmarrje të brendshme partijake politike, zhvillimi i klientelizmit politik dhe përgjegjësia më e vogël për punën individuale, edhe pse është e qartë që klientelizmi, niveli i ulët i demokracisë së brendshme partijake dhe politike dhe korrupsioni politik dhe përgjithsisht niveli i ulët i kulturës demokratike dhe politike nuk mund të krahasohen vetëm në bazë të modelit të zgjedhur. Kjo ndikon në dukurinë dhe mbi ekzistimin e këtyre dukurive negative në një kontekst të caktuar, shoqëror politik, sidoqë të jetë përvoja në ka mësuar që zgjedhjet nuk fillojnë në ditën e zgjedhjeve dhe nuk përfundojnë me numrin e votave dhe publikimin e rezultateve. Fillimi i vërtetë i tyre nuk është as me ditën e fillimit të ditës së fushatës zgjedhore. Kemi qenë dëshmitar që gjatë një dite relativisht të qetë zgjedhore dhe fushatës relativisht të qetë zgjedhore është mundur manipulim masiv me votat dhe vullnetin e qytetarëve, një prej shkaqeve pse në një nga raportet e Komisionit Evropian ishim vlerësuar si shteti kapur ishte pikërisht sistemi i zhvilluar për manipulim masiv me zgjedhjet larg para ditës së zgjedhjeve. Kuptohet me këtë qëndrim timin nuk dua të minimizoj diskutimin dhe vendimin për modelin zgjedhor dhe aspektet teknike të zbatimit të zgjedhjeve. Përkundrazi, edhe njëra edhe çështja tjetër kanë ndikim jashtëzakonisht të madh si mbi sistemin zgjedhor ashtu edhe mbi procese tjera politike të cilat i rendin apo vijojnë pas ditës së zgjedhjeve duke përfshirë edhe zhvillimin e përgjithshëm demokratik. Nga përgjigjja e këtyre dilemave drejt për së drejtim varet në do të kemi përfaqësues të zgjedhur më me përgjithësi, më tepër demokraci të brendshme partijake dhe llogaridhënie për punën, më shumë nismë dhe incentiv në shërbim të qytetarëve dhe mirëqenien e tyre. Një është e sigurt. Vetëm një model për funksionim më të mirë të sistemit demokratik politik nuk ekziston. Prandaj, qëndrimi im i më i freskat ishte për kraje nismës për reformën në modelin zgjedhor në drejtim të tejkalimit të partokracisë nëpërmjet demokratizimit të brendshëm dhe përgjithësimit të madh në partitë.
veçanërisht gjatë financimit të fushatave politike dhe përgjithsisht financim të partive politike krijon të hapësirës më të madhe për garë politike të ideve dhe politikave të ndryshme politike dhe mbi gjithash organizim përkatësisht përfaqësim më të mirë të qytetarëve si në nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal. Kjo reformë mund të përfshi edhe ndryshimin e numrit të njësive zgjedhore dhe inkorporimin e listave të hapura përfundimisht, nëse kështu merremi vesh, don të thotë edhe zëvendësimi plot i modelit proporcional me model të përgjigjer. Demokracitë më të zhvilluara në botë nuk ndjekin të njëjtin formular. Gjithandaj modeli zgjedhor është formuar duke pasur parasysh specifikat lokale të secilit shtet dhe zhvillimin aktual të saj shoqëror dhe politik. Prandaj konsideroj për çështjen e ardhshme për reformën e ardhshme të sistemit zgjedhor duhet të përkushtojmë shumë vëmendje dhe para se gjithashtu duhet të diskutojmë edhe të propozojmë zgjidhje për shkak se me interes duke u nisur nga interesi publik dhe ardhmërinë më të mirë për demokratike për gjithë qytetarët dhe jo rreptësisht duke u nisur nga interesat personale dhe partijake. Reformat të pamenduar dhe tepër të shpeshta pa pëlqimin e gjitha partive politike janë më të këqija se sa mbajtja e sistemit ekzistues. Të ndruar, konferenca ka shumë titull indikativ. Perspektivat e zgjedhjeve të Maqedonisë, titulli sugjeron që fokusi i diskutimeve duhet të jetë në zhvillimin demokratik në të ardhmen dhe jo për gabimet dhe manipulimet nga e kaluara. Kuptohet për të shmangur rreziqet në të ardhmen duhet të kemi parasysh gabimet nga e kaluara, megjithatë fiksimi i problemeve nga e kaluara nuk është hap i mirë për fillim të ri. Prandaj, edhe të mirë, andaj apelim është në mënyrë kritike të analizoni dhe qortoni aspektet të ardhshme të zgjedhjeve nga zhvillimi i përgjithshëm demokratik zgjedhor dhe shoqëror. Në fund dëshiroj t'ju falenderoj përfaqësues organizatorëve për ftesën të drejtohem para juve në konferencë dhe gjithë juve t'ju dëshiroj diskutim konstruktiv dhe të frutshëm. Faleminderit. Civil Media